Një dron rus hyri në territorin estonez dhe urrëzua mbi një oxhak të termocentralit Auvere, vetëm pak kilometra larg kufirit të rus. Shërbimi i sigurisë së brendshme në Tallinn e konfirmoi incidentin pas raportimeve nga një stacion televiziv estonez. Askush nuk u lëndua dhe shkalla e dëmit është e paqartë, megjithse mendohet se nuk është prekur asnjë infrastrukturë elektrike. Incidenti thuhet se ndodhi rreth orës 3:40 të mëngjesit, kur porti rus i Ust-Lugës në detin u vulën sulm nga dron ukrainas. Prandaj, sipas hetimeve fillestare nga agjencitë e inteligjencës estoneze, mund të bëhet fjalë për një aksident. Droni nuk ishte drejtuar drejt Estonisë, sipas informacionit aktual, shpjegoi prokuroria e përgjithshme Astrid Asi. Hetimet janë duke vazhduar dhe në përfundimin e tyre do të sqarojë më tej rrethanat. U thirr ndërkohë një takim urgjent i qeverisë për të diskutuar situatën. Ministrja estoneze e drejtësisë, Liisa-Ly Pakosta, tha se qeveria do të mbledhej në një seancë urgjente në mëngjes.